2019, bota ka ndryshuar shumë, koalicionet ka ndryshuar. Së fund me I pash në lajmet që Putini dhe kryetari apo lideri I Koreas së Veriut kishin bërë një marrëveshje tjetër ushtarake. Pra vetëm Korea Veriore ka 4 milion ushtarë të gatshëm për luftë. Më shumë se 1 milion I ka Rusia, pra bëjmë 5 milion ushtarë të gatshëm për luftë. Shëbaja nuk e dia I ka edhe gjysmë milion ushtarë. Pra është absurde të besohet që Trumpi mund të kërcënojë ndonjë shtet me përmasat të tilla. Trumpi mund të kërcënojë vetëm Palestinën, Trumpi mund të kërcënojë Yemenin, ku pati një tentativë ushtarake që ta ndroi regjimin e Yemenit, qeverinë e Hutit, po edhe gjithë dështojnë pas një muaj, dhe tani ai do të përqendrohet në shtetin e Venezuelës, ku shpreson që mund të bëjë trazira, dhe ndoshta do të kemi një luftë apo një tentativë për mbështetje me mbështetje të amerikanëve në Venezuela, po këto do të ndodhin në fund të tetorit, pasi që të jepet çmimi për Nobel. Pra në këta 2-3 javë do të kemi një qetësi relative në marrëdhëniet ndërkombëtare, për shkak se ka vendosur Trumpi me çdo kusht ta marrë çmimin Nobel dhe nuk don që të iniciojë ta quajmë zjarre të reja nëpër botë, dhe për fat të keq të gjithë liderët botëror, përfshi këtu edhe kryeministrin e Shqipërisë, e tallin presidentin Trump, e kemi dialogun e Ramës me Macronin dhe Ivanit të Azerbajxhanit, të cilët e tallin. Mirë po ajo është një sken që e kapi fotografia apo videoja. Mirë po ne çka merrim me marrëdhëniet ndërkombëtare, I dim këta biseda çka bëhen. Pra Trumpi ka ardhur në një situatë ku nuk merret seriozisht, tallet në për takimet ndërkombëtare. Dhe përderisa insiston me çdo kusht që ta marrë çmimin Nobel, ndoshta edhe do t'ja japin çmimin Nobel, po kjo do të ishte një turp I madh për marrëdhëniet ndërkombëtare, për shkak se një njeri që për një vit e ka sponsorizuar me financa dhe me armatim gjenocidin ndaj fëmijëve dhe ndaj grave dhe ndaj pleqjve, ta marrë çmimin Nobel, kjo është një absurditet I madh, po kjo vetëm tregon se në çfarë situate të keqe kanë arritur diplomacia ndërkombëtare, dhe kjo është shenjë se paqetër duhet të ndryshojë rendi botëror dhe të kemi një rend botëror më të drejtë, dhe shpresojmë që kjo të ndodhë së shpejti. Mirë, të kalim në një çështje tjetër, tani frymëzim te Ukraina në takimin e margjinat e Asamblesë Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, presidenti Trump I tha homologut Ukrainas Zelenski se është I gatshëm të heqë kufizimet mbi përdorimin e armëve amerikane me rrezet I gjatë veprimi nga ana e Kievit, me qëllim që të sulmojë objektivat brenda territorit rus, duke përfshirë këtu te këto raketa edhe raketa Tomahawk. Tani, pyetja është përmes këtij veprimi apo I afrohet Shtetet Bashkuara të Amerikës një përplasje të drejtë për drejtë me Rusinë, pra duke I hapur derën Ukrainës që të përdor raketat me rrezet gjatë veprimi. A është kjo shkelje një vjet kuqe? Shumë vija të kuqe janë shkelur, dhe si duket Putini është gjak ftohtë, nuk reagon në ashpërsi të madhe. Ai thotë që nëse raketat Tomahawk do të përdoren, kjo do t'i prish marrëdhëniet me SBA. Nuk thotë që kjo është një vije kuqe dhe ne do ta sulmojmë. Pra edhe nëse ata përdoren, besoj që Rusia ka një sistem mbrojtës kundërajror shumë të fuqishëm, të sofistikuar, dhe janë të gatshëm dhe I kanë bërë kalkulimet e tyre se nuk do të dëmtohet Rusia edhe nëse ato raketa përdoren. Kemi raketat HIMARS, të cilat përdoren prej fillimit të konfliktit. Dhe ata po ashtu gjuhen apo I kontrollojnë vetë ushtarët amerikanë, për shkak se ukrainasit nuk din t'i përdorin ato. I kemi sistemin mbrojtës Patriot, të cilët përdoren, ashtu amerikanët, ushtarët amerikanë apo oficierët, inxhinierët amerikanë janë në teren në Ukrainë. Dhe është një luftë e nxehtë në Ukrainë mes NATO-s dhe Rusisë, dhe si duket Rusia është duke dalë fitimtar, dhe me gjak ftohtësi e vazhdojmë luftën. Sot kemi ashpërsim të frontit në Ukrainë, për çdo vit kemi goditje stimuar në sistemet e energjisë të Ukrainës, dhe nëse kjo vazhdon kështu, ndoshta për 6 muaj Rusia do të dalë fitimtare në këtë luftë, për shkak se kapacitetet e perëndimit aq ishin, aq mund të ndihmojnë, si me armatime, si me financa. Rusia është një kala e pamposhtur,
Edhe kjo e tregon këta 3-4 vite se është e aftë që vetë të rezistoj kundër gjithë perëndimit apo gjithë perëndimit kolektiv dhe nuk ka asnjë rrezik dhe nuk frigohet as pak nga forca ushtarake e SHDH apo nga sanksionet ekonomike të cilat ata i kërcënojnë. Kjo në sajt të forcës së tyre, ekonomisë së tyre dhe alatëve të cilat i kanë bërë gjatë këtyre viteve të fundit, me mbështetje të Kinës, me Koresë së Veriut, me mbështetje të Iranit dhe marrëdhëniet e mira me Indin dhe me shtetet islame për shikëtu edhe Turqinë, e cila nuk i ka vënë sanksione Rusisë. Rusia lehtësisht do ta vazhdoj këtë luftë deri në fitoren, të cilat së shpejti mund edhe të ndodhë. Qartë, mirë zë Daudi, për të mbyllur, sepse kemi arritur në fund, cili është mesazhi që i dërgon pra ky sinjal alatëve europian që deri më tani kanë frenuar edhe dërgimin e armëve me rrezë të gjatë veprime? Tani, mesazhi është se Evropa nuk do të tërhiqet nga kjo luftë, dhe Amerika vetëm do ta furnizojë në armatime Evropën, për shkak se ata nuk do shkojnë drejt për drejt prej Amerike në Ukrainë. Amerika do t'ja shes Polonisë apo Gjermanisë ata armë dhe kuptohet që për ato do të paguajnë vetë evropianët. Ky është mesazh se Evropa nuk ka të armë, për shkak se do të fokusohen në një luftë e cila nuk mund të fitohet dhe që ka kosto të madhe, për shkak se pasi të humbet edhe lufta në Ukrainë, i numri i madh i emigrantëve që gjenden në perëndim do të mbetin atje dhe ajo është një kosto e madhe për shtetin social të shteteve të Evropës, po edhe pritet dikon të ketë 3-4 milion, apo ndoshta edhe më shumë refugjat atje, që mbasi që të bie qeveria e Ukrainës, ata nuk do donin që të jetonin në një shtet që do të jetë në ndikimin e Rusisë dhe do të migronin në perëndim, dhe kjo tregon se perëndimi e pret një fazë e vështirë dhe se marrëdhëniet kombëtare do të jenë të komplikuar të paktën në jashtëm. Se çfarë do të ndodhë mbas një dekade, kjo është çështje tjetër, po jemi të sigurt që marrëdhëniet ndërkombëtare pas një dekade do të ndryshojnë tërësisht. E qartë, mirë zë Daudi, kemi arritur në fund, faleminderit për informacionet. Faleminderit. Ju faleminderit. Kënaqësi. Mirë, Egon, për të mbyllur bisedën së bashku, ashtu si e tham pra edhe në fillim, Donald Trump ka thënë pra në rrjetin e tij social se vlerëson që Izraeli ka ndalur përkohësisht bombardimet në mënyrë pra që të jap edhe një shans lirimit të pengjeve dhe marrëveshjes së paqes për të përfunduar dhe ndërkaq nga ana tjetër i ka bërë dhe thirrje Hamasit për të veprojë pavonesa. Sa paqe është realisht, Egon? Aktualisht, mendoj që jemi vetëm në fazën e parë në tyrjes armë pushimi përkohshëm, lirime pengjesh të burgosurish, deeskalim dhe sidomos ndihmë humanitare që është shumë e nevojshme për popullsinë, është jetike për popullsinë civile. Duhet të theksojmë që luftimet ende nuk janë dalur plotësisht, ka pas raportime për disa humbje jete edhe gjatë këtyre ditëve të fundit kur skadonte afati ultimatumit presidentit Trump për arritjen e një armë pushimi dhe të një marrëveshje, që do të thotë që paqja është ende shumë e kushtëzuar dhe as pak e konsoliduar. Tani